Në dhomat e specializuara në Hagë ka vjuar sot procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s, ku sot për të dëshmuar në kuadër të mbrojtjes së ish-presidentit Hashim Thaçi në Hagë, si dëshmitar u ul Gjok Kovi, ish-zëvendës i përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm të UKB-s për Kosovë. Ai është dëshmitari katërt i thirrur në mbrojtje të ish-presidentit Hashim Thaçi. Në fjalën e tij, Kovi ka vënë në dyshim rolin dhe ndikimin e Thaçit mbi komandantët e UÇK-s në terren gjatë dhe pas luftës. Ai tha se në një takim të rëndësishëm ku ishin të pranishëm komandantët dhe generalet ndërkombëtar, Thaçi qëndroi në heshtje pa ndërvepruar. Të gjithë ishin aty përveç zotrit Thaçi që nuk lëvizi. Komandantët e tjerë po ashtu po bisedonin me generalin Clark. Sjellja e tyre ishte përçmuese ndaj tij. Ne besonim se Thaçi nuk kishte lidhje me këta komandantë në terren, u shpreh Kovi. E mëtej ai përshkroi marrëdhëniet e Thaçit me komandantët si të ndërlikuar. Zotri Thaçi nuk kishte marrëdhënie të rëndësishme me këtë trup të komandantëve në terren dhe kishte shumë pak gjasa që ata të kërkonin udhëzimet e tij, aq më pak urdhrat e tij, tha ai. Kovi foli edhe për mungesën e tij në strukturë të qartë ushtarake brenda UÇK-s, duke shtuar se General Qeku ishte individi më me ndikim në UÇK dhe se UÇK-ja ishte më shumë një lëvizje se sa një ushtri. Dëshmitari përshkroi edhe përpjekjet për të bindur komandantët e zonave për marrëveshjen e qarmatosjes dhe krijimin e një force mbrojtëse civile në Kosovë, duke shtuar se Agim Qeku ishte ai që kishte autoritetin kryesor dhe mbështetjen e komandantëve në terren. Kovi deklaroi se Thaçi nuk ishte shefi Agim Qeku dhe se asnjëri nuk e ka parë duke i dhënë urdhra njëri tjetrit dhe se dyshja silleshin në mënyrë korrekte. Absolutisht jo. Sipas asaj që kanë parë, ata silleshin në mënyrë korrekte me njëri tjetrin. Nuk më kujtohet nëse kanë shkëmbyer fjalë në mënyrë të drejtë për drejtë, e sigurisht që nuk e kanë parë asnjëherë njërin që të jep urdhër ose udhëzim me tjetrit. Duke i sigur silleshin me rezerva me njëri tjetrin, shtoi Kovi. Mbrojtja Thaçit e pyeti Kovin për fundin e konfliktit dhe për plasjet e mundshme pas 20 qershorit 99. Ai tha se konflikti më duket se ka përfunduar me largimin e serbëve më 20 qershor dhe pas kësaj date përleshjet nuk janë raportuar te ne. Sa i përket angazhimit politik të Thaçit, Kovi dëshmoi se ai publikisht fliste për demokraci dhe pluralizëm politik. Në fakt, për të qenë të saktë, ai e deklaroi këtë angazhim që Kosova të ishte shumë partjake dhe demokratike, por ishte vështirë të kuptoheshin se cilat gjëra thuheshin me zemër, u shpreh ai. Në fund, Kovi u pyet për mungesën e liderit historik Ibrahim Rugova në një takim të rëndësishëm të asaj kohe, ku tha se Rugova në atë kohë mungonte dhe nuk kishte fare në Kosovë. Ai kishte lënë kolegët e tij në një situatë hutuese, tha dëshmitari. Gjatë dhënies së dëshmisë, Kovi u pyet në lidhje me Hashim Thaçin se a e ka menduar atë si komandant të përgjithshëm të UÇK-s. Ai u shpreh se flet në emër të UNMIK-ut dhe se Thaçi nuk është trajtuar si komandant. Jo, unë flas me emër të UNMIK-ut. UNMIK-u nuk e ka trajtuar atë si komandant, u shpreh Kovi. Pra, sipas dëshmisë së Kovit, Hashim Thaçi nuk ka pasur ndikim të drejtë për drejtë mbi komandantët e UÇK-s në terren dhe se UÇK-ja nuk ka pasur komandë qendrore, por ka funksionuar më shumë si një lëvizje, se Thaçi publikisht fliste për demokraci dhe sistem shumë partjak. Kovi është dëshmitari katërt i radhës pro Hashim Thaçit pas James Trubin, Paul Williams e John Dukan.